Unë mendoj që ne të gjithë jemi qenie politike. Edhe sinqerisht më duket shumë humoristike kur njerëzit fillojnë të thonë po ti bën këtë anën e majt, bën këtë anën e djathtë, se cili nga ne në momentin që ti shkon voton? Jo, është okay kur jo, po hapur. Nuk po pyes hapur mbyllur, a shkon voton? Një lloj bindje, patjetër. Prandaj po them, domethënë çdo njeri në Republikën e Shqipërisë dhe në gjithë globin që shkon dhe voton, patjetër, po ka që zgjedhin, domethënë të duken, patjetër që është qenie politike. Po patjetër, okay. Kështu që kjo pjesa njerë që njerëzit janë kështu si larg politikës, që në momentin kur ata shkojnë dhe votojnë, janë qenie politike, se kur ti shkon ke kutia e votimit, ti nuk e mundësin të edhësh një vot për dy parti. Një vot për një parti do edhësh edhe për një kandidat. Dhe me thënë, që nga ky moment, unë mendoj se bie shumë ky diskuri që ti gjithmonë i ke bërë, unë ka pasur raste që kam hapur krahun kur ka qenë pjesë e analizave, edhe për gjërat që ka bërë Partia Socialiste, edhe për gjërat që ka bërë Edi Rama. Unë në besim edhe në pjesën familjare vi nga një familje majt. Dhe këtë nuk e kam fshehur asnjëherë. Edhe kur më kanë pyetur për intervista që kanë qenë me profil privat, gjithmonë e kam thënë këtë. Domethënë nuk është se jam përpjekur që ta fsheh këtë. Mirë, po të investosh mbi këtë bindje do të thotë që të kesh interesa, se nuk besoj se bën ndokush vullnetarin apo jo, domethënë kur ti idealistin, pragmatizmi të shoqëron paralelisht se nuk e besoj të pjesën e pragmatizmit, e di pse sepse. Po pse ke mbrojtur ti në analizat e tua, për shembull, qeverisja e majtë, se domethënë, siç ka të njerëz që kanë mbrojtur qeveritë e djathta, mendoj që ashtu e kanë menduar. Domethënë, kjo nuk është pjesë e nuk po them interes i keq apo i gabuar, se cili nga ne vepron mbi një lloj pragmatizmi. Jo, s'ka lidhje me pragmatizmi, kjo ka lidhje, janë dy gjëra të ndryshme, pragmatizmi dhe ajo që ti beson. Domethënë, në momentin që unë besoj në këtë gjë, edhe mbroj një gjë të caktuar, kjo është ajo që unë mendoj. Domethënë, pse duhet të mendojmë që ka diçka tjetër mbrapa kësaj? Mirë, prandaj thash, kur ne jemi qenie politike dhe votojmë për një parti që ne për arsye të caktuara mendojmë që këtë radh kjo partia X e meriton votën ton. Kjo nuk ka arsye pragmatiste. Kur ti shkon dhe voton, edhe mban qendrimin tënd, sepse ka qenë gjithmonë kam përshtypjen. Se ke votuar ndonjëherë PD-n? Unë PD nuk jam votuar, po për shembull në një në një votim nuk kam shkuar fare të votoj. Kam qenë në Shqipëri dhe nuk kam shkuar të votoj. Se kjo ka qenë ajo që kam ndier për atë periudhë. Pse beson tek Partia Socialiste, pse mendon se Partia Socialiste duhet marrë mandatin e 4, një rast i paprecedent për Shqipërinë të paktën. Kjo besoj sepse po e shmanga të pjesën pse shkove tek Partia Socialiste, se besoj e zauruam. Po, unë fakt domethënë një nga gjërat që mendoj është që patjetër është rasti pa precedent që ti të kërkosh një mandat 4. Se patjetër që një parti politike në 12 vjet qeverisje, patjetër që ka kostot e veta, ka konsumimin e vet, kjo është gjëja më normale në botë, politika është konsum, nuk diskutohet fare. Kurse arsyeja pse unë mendoj që Partia Socialiste duhet ta marrë një mandat të 4, ka lidhje me disa procese që i ka çuar deri në një pikë caktuar Partia Socialiste. Që janë veçanërisht pjesa e integrimit të Bashkimit Evropian. Dhe për mua ky është një që varet nga Partia Socialiste kjo pjesë, sepse ne e dim shumë mirë që ti ke bërë dhe analiza më gjerë se sa politika e vendit ton, janë interesa gjeostrategjike në mes dhe nuk varet nga qeveritarët tanë, antarësohemi apo jo, besoj unë, po. Kjo nuk varet nga qeveritarët tanë 100%, po sigurisht që varet nga mënyra se si ti vazhdon reformat, sepse nëse reformat ndalojnë në këtë vend, sa do i dashur dhe sa do krahapur të jetë Bashkimi Evropian për Shqipërinë, sigurisht që ti nuk ke asnjë shans që ty është Shqipëri. Do të thënë, kur ti hyn në një proces antarësimi, kjo nuk do të thënë që me që njerëzit ke dera janë të dashur për këtë moment për të hapur ty derën, e bëjnë të derën kanat në momentin kur ti nuk hedh hapat e tu për të ngjitur shkallët, për të arritur tek dera që po cilat quhen ti reformat suksesshme? Ka nisur Partia Socialiste. Reformat të suksesshme quaj pikërisht hapjen e kapitujve me Bashkimin Evropian.
përveç reformave të tjera që kanë lidhje me reforma në drejtësi, patjetër që mendoj që është highlighti më i madh. Partia Socialiste e bëri drejtësinë e re, siç thot kryeministri? Unë mendoj që drejtësia e re ishte procesi kohës, por patjetër që merita se është një proces i cili është votuar nga 140 deputet, nuk është votuar vetëm nga Partia Socialiste. Se votuan këta 140 deputet në atë kohë? Nuk votuan se i tha Partia Socialiste, ja. Po kuan SBA-t. Eksakt, pra unë këtë po them. Detyrim për caktim me pak fjalë. Po them pikërisht këtë gjë që nuk mund të them që reforma ishte vetëm merit e Partisë Socialiste për faktin që ajo votohet nga 140 deputet në Parlamentin e Shqipërisë, pra është absolutisht me dakordsinë e të gjitha palëve. Partia Socialiste ka fatin që në këto 12 vite të ishte në qeverisje, ka pasur pafund mundësira për t'i futur Shkopi në rrota procesit të drejtësisë sa herë të donte. Këtë nuk e ka bërë. Mirë, nuk është dhe kaq e thjesht, po jo se nuk ka tentuar dhe nuk po tenton. Për shembull, Komisioni Xhafaj i tillë është interpretuar. Ne duhet shohim se cilat do jenë rezultatet që do ketë ti mund ngresh pafund komisione, nëse këto nuk kanë një impakt tek reforma. Nuk mendoj se duhet flasim paraprakisht. Do me thënë, kur të shohim se cilat do jenë konkluzionet dhe rezultatet në cilat do dalë ai komision, dhe të shohim se cilat do jenë, cili do jetë vërtet efekti që ajo do ketë mbi reformën aktuale në drejtësi, mendoj që duhet bëjmë një intervistë tjetër. Po unë jam kundër paragjykimit të një procesi pa u mbyllur procesi dhe pa e ditur vërtet deri në thelb se cilat janë implikimet që ky mund të shkaktojë, ose cilat mund të jenë mbështetjet e tjera që i krijohen kësaj. Kam një pyetje të shkurtër, përgjigjen e dua po kështu por të sinqert. Partia Socialiste dhe Edi Rama meritojnë vërtet mandatin e 4 për të vazhduar qeverisjen e vendit, apo sepse nuk kanë një alternativë të shëndetshme përballë, sikurse e perceptojnë të gjithë opozitën në këto kushte? Unë mendoj se janë të dyja. Patjetër që me një opozitë shumë të shëndetshme, shumë të fortë, të pa pasur gjithë ato historira që ne të tërë i kemi parë me sytë tanë, patjetër që unë gjithmonë kam menduar dhe e kam thënë vazhdimisht edhe në studiot televizive, edhe e besoj këtë që një opozitë e fortë gjithmonë i mban qeveritë përgjegjëse. Se ti ke merak të bësh X gjë, Y gjë, në qoftë se njeriu që ti ke përballë është aty për të vëzhguar dhe për të mbajtur ty përgjegjës për gjitha veprimet e gabuara që ti bën. Për fatin e madh të Edi Ramës, kjo të paktën në këtë 4 vitet e fundit është një histori e tmerrshme demokracie, se pa diskutim kur ti shikon një opozitë që është kalafitur në gjendjen në të cilën ajo është, patjetër që mendon që ky është benefit që i takon pastaja që i shkon partisë që është në pushtet, Partia Socialiste. Po brenda partisë, nga ana tjetër do thoja që edhe gjërat që kanë ndodhur, do me thënë nuk është vetëm çështje shkalafitje e opozitës, po mendoj që ka lidhje edhe me pjesën e reformave që kanë ndodhur. Do me thënë ti patjetër unë nuk shiko, ka njerëz që thonë që këtë procesin do e çonte përpara këtë pjesën e integrimit në Bashkimin Evropian. Do e çonte përpara dhe Partia Demokratike. Sa vërtet e beson që vërtet do e çonte përpara dhe Partia Demokratike. Sepse ne jemi në këtë vend, jetojmë prej të paktën në pjesën e demokracisë, këto vite të tranzicionit që janë 30 vite. Më thuaj sa herë ka ndodhur që të vinë në Tiranë gjithë liderat e Bashkimit Evropian. Në para njërë ka ndryshuar situata, e dyta edhe Partia Demokratike në qeverisinë e saj ka arritur gjëra të rëndësishme. Patjetër. Ti e ndjen hyrja në NATO, liberalizimi i vizave. Patjetër, pas një lloj diskutimi. Por ka kyçe janë këto, siç nesër Partia Socialiste do të numërojë arritjet e saj. Larg prej politikës. Ti vet e ndjen kurikën jashtë vendit edhe të pyesin nga je edhe merr komplimenta për vendin tënd? Ka ndodhur? Nuk më ka ndodhur. Nuk ka ndodhur? Jo. Unë mendoj që kjo i ndodh vazhdimisht njerëzve. Mua personalisht ka ndodhur. Dhe kjo ndodh nga Partia Socialiste? Jo, nuk ndodh nga Partia Socialiste. Ndodh kur ti promovon një vend, kur ti bën një PR të mrekullueshëm të një vendi, kur nuk promovon mafian, drogën. Në mënyrë bazike kjo i takon evoluimit njerë.
si logjik. Unë mendoj që ne kemi pasur që me kalimin e kohës, patjetër që nuk mendoj gjërat ndryshojnë, kushdo që të ishte minimalisht Diona, më vjen shumë keq, po unë nuk mendoj që këto janë gjëra që bëhen kështu se erdhi koha, se erdhi 2025. Domethënë nuk e mendoj fare në këtë formë. Po pse mendoj që kur ti promovon në 91-shin ishim njësojnë siç ishim në 2005-ën nuk po e bëj krahasimin me kur vazhdonte qeverisja e Partia Demokratike. Nuk po bëj krahasimin me 99-ën. Nuk po bëj as krahasime me vitet 90, po bëj krahasime me 2012-ën, 2013-ën, 2014-ën. Pra, 10 vite më përpara, është e sigurt që kur ti dilje dhe udhtoje jashtë, kur do kishte një mundësi për të nxjerrë pasaportën, njerëzit e sjellshëm vetëm të hidhnin një vëzhgim, kishte të tjerë që masa e këtij populli nuk ka nevojë, ndoshta edhe për një kompliment në kontekstin që po e thua ti, ka nevojë për qeverisje të mirë, të brendshme, për gjërat që ndërlidhen me ta, edhe në format më bazike të mundshme, për shërbimet e brendshme. Dhe ti e di që në këtë qeverisje një nga pikat që evidentohet më së shumti në raportet ndërkombëtare mbetet korrupsioni në nivele shumë të larta, për shembull. Unë ajo që po të shpjegoja ka lidhje me pjesën që në qoftë se është vetëm në dorën e njerëzve, kjo pjesa e volimit edhe kjo pjesa e PR-it që është bërë turizmit në Shqipëri, dhe këtë e tregojnë shifrat, nuk e thot Irisi, ti arrin të kuptosh që këtu ka një ndryshim drastik.